Bëhet fjallë ato për një plashk, do me hanë, ndodhe dhe vrasja. Në Kosovë në shkriju e vrasje, kjo vrasje ka ndodhë 2001 metër, a bërë gjinëm që 14 vite. Edhe jom dënu me 29 vite borg, për vrasje të rëndë. Jo me menua pas 20 vjetë, vetëm për mua të menua se qesë, pa del sat, pa del nesër, pa del sat, pa del nesër. Sigur se shumica burgjeve në Kosovë edhe burgu i Dubrovës ka qenë funksional edhe para luftës. Puna për ndërtimin e tij ka nisur në fund të viteve 70. Përfundimi i punimeve dhe funksionalizimi i plotit të tij ka ndodhur në mesin e viteve 80. Për kohën kur është ndërtuar burgu i Dubrovës ka qenë një ndër burgjet më të mëdha dhe më moderne në Europë. Gjatë kohës së luftës, në burgun e Dubrovës ndodh një ndër masakrat më të tmerrshme në Kosovë. Mbi 100 të burgosur shqiptar, kryesisht të burgosur politik, u vranë e u ekzekutuan nga forcat serbe në mënyrën më mizore. Pas përfundimit të luftës, në burgun e Dubrovës u kryen investime dhe i rikthye prap destinacionit për të cilin ishte ndërtuar para luftës, pra një burg për vuajtjen e dënimit. Aktualisht vuajtjen e dënimit po e përfundojnë në këtë burg qindra të burgosur. Ne do të vazhdojmë nga Porta Zero në këtë pjesë për të parë çdo cep të burgut të Dubrovës. Pas Porta Zero, objekti prapa shërben për vizitorët të cilët mund t'i takojnë familjarët e tyre të cilët janë të burgosur në burgun e tipit gjysmë të hapur. Njësiti kënon ka informacion se në këtë vend ka diçka të dyshim dhe do t'a kryej një kontroll rutinor. Dhe më thonë që janë për na jep informacion se edhe këtu kemi diçka dyshim. Kusht, bravo qik, so fajnë, bravo qik. Kjo është loja shpërblyese që janë, dhe më thonë këtë puna bëhet përmes të kësaj loje. Ja, bravo qik. Atëherë mundën marrë me verifiku me këqyrë, dhe më thonë se çfarë mostra, se çka është e dyshim në këti. Bravo qik, so fajnë. Ja. Po, tani jem në piken numër 5, kulla vrojtuese, me të njëjtat procedura dhe të njëjtin nivel të sigurisë. Po ashtu njëjtë ka për obligim edhe këtu oficeri që është i caktuar me vendqendrim të monitorin vazhdimsi, të përcjellë çdo aktivitet të burgosurve, siç po shihni edhe vetë, ka një pamje gogja të madhe, dhe të raportoj çdo një orë në dhomën e kontrollit të qendrës korrektore. Po shohim edhe gjatë kohës që po flasim është një prej veturave që qarkullon në këtë zonë këtu. Po, tani është duke patrolluar vetura sipas kohës të radhës dhe bëhet edhe zavendësimi i oficerëve të cilët kanë për obligim çdo 3 orë mu zavendësu. Për shkak të lodhjes dhe vigjilencës. Disa objekte tash po shihin nga kjo pjesa tjetër. Po, përpara kemi objektin e pavionit me numër 3. Pavioni numër 3 ka të dënuar të cilët pasi ta kryjnë
regjimin e pavionit 1 kalojnë në pavionin numër 3 dhe fillon përgatitja dhe plani individual i trajtimit dhe rehabilitimit për ta në mënyrë që të përgatiten për avancim dhe të kalojnë në pavionin 4. Para vetes e keni pavionin numër 4. Ky pavion është i përbërë nga të burgosurit të cilët kanë filluar fazën e avancimit. Këta të burgosur, pjesa dërmuese e tyre janë të angazhuar në procese të ndryshme me punë, në procese të ndryshme të programeve rehabilituese dhe risocializuese. Pas 4-shit e kemi Pas pavionin 4-shit tjetër. e kemi pavionin me numër 5, pavion ky i cili është i një regjimi standard, por për të burgosurit cilët fatkeqësisht kanë bërë ndonjë shkelje apo ndonjë gabim dhe që vuajnë mosa disiplinore në këtë pavion. Pas ti është pavioni tjetër Pas i ti radhës. fillon pavioni 6. Pavioni 6 është pavion gjysmë i hapur. Nga ky pavion ka plot të punësuar, pothuajse të gjithë të burgosurit janë të punësuar dhe të angazhuar në procese të ndryshme të punës dhe programeve të ndryshme. Po i bie një lloj para përgatitje para se të përfundojmë vujtjen e dënimit. Eksakt. Pastaj pas pavionit 6 fillon të burgosurit fillojnë të kalojnë në pavionin e tipit gjysmë të hapur. Pas kalimit në atë pavion, i burgosuri fiton të drejten që ti shpeshtoj vizitat e lira, ti shpeshtoj vikendet në shtëpi, i jepet mundësia që të punësohet edhe jashtë institucionit, vjen ndonjë kompani e cila kërkon për numër të konsiderueshëm të punëtorëve apo për një punëtor dhe me pëlqimin e punëtorit të burgosurit, atëherë bëjmë marrëveshje, nënshkruajmë kontratën dhe i burgosuri fillon të angazhohet në punën e caktuar ku i është nënshkruar kontrata, gjithçka sipas ligjeve të punës, Ai punon ka sikur të se drejtë, të si ishte çdo në liri. qytetar i lirë. Por që në mbrëmje duhet të lajmërohet në qendër korrektuese dhe pastaj nga nesër prapë fillon dita e re e punës së tij. Pavioni tjera përpos këtij të fundit që përmende brenda këtij perimetrit brenda ka. Brenda perimetrit e kemi edhe pavionin e spitalit. Edhe ky pavion është i ndorë në 2 raporte, në raportin organik dhe raportin psikiatrik, kryesisht menaxhohet nga stafi shëndetësor i departamentit të burgjeve. Në aspektin e sigurisë, në vazhdimsi prezent 24 orë është edhe stafi i uniformuar, i cili kujdeset për sigurinë e të burgosurve dhe sigurinë e përgjithshme. Do thotë kjo pjesa e brendshme e pavioneve, më herët i vizitojmë edhe ose do t'i vizitojmë tash edhe 2 nëse s'gaboj, 2 pavione. Ishte D-ja atje, edhe një pavioni D, pavion ky i cili është i parapor për trajtimin e personave me nevoja të veçanta. Cilën do ta vizitojmë vazhdim, po është edhe një pavion tjetër. Është i tipit të hapur. Është pavioni i fundit, i tipit të hapur, nëpërmes të cilit të burgosurit e fitojnë të drejtën e punësimit jashtë institucionit. Për fund që më sqaru diçka për ata që e shohin, e di që për shkak të dritës pjesën jashtë në kohë që flasim ne nuk e shohin, prej secilës kull të trajtimit vëzhgohet, pothuajse gjithë perimetri është edhe ndihma e kamerave dhe çdo pllom e kësaj pjese monitorohet edhe ka pamje të qartë me sy. Po, e kemi edhe sistemin e kamerave, ndoshta është edhe arsyeshme t'ja u jep, i kemi mbi 500 kamera, cilat monitorojnë vazhdimsi, shumica prej tyre janë rrotulluese dhe identifikojnë lëvizje të ndryshme apo gjësende të ndryshme. Kemi dhomën e kontrollit e cila në vazhdimsi mban kontakte me secilat. Prej një dhome janë pamjet në monitor të krejt hapësirës së burgut Dubrovës. Gjithë hapësirës së Dubrovës. Për gjithçka aktivizohet secili oficer që është më afër aty, reagimi është shumë i shpejtë. Sakt. Aktivizohet departamenti i sigurisë dhe merren masat adekuate për secilin rast të mundshëm. Në rregull, pas këtu vazhdojmë pjesë tjera. Po. Faleminderit. Tani jemi në pavionin D, pavion ky i cili i trajton personat me nevoja të veçanta,
Menaxhohet e njëjtë si paviljoni i spitalit menaxhohet nga stafi shëndetësor në aspektin e shëndetësisë e po ashtu edhe nga stafi korrektues për nga aspekti i sigurisë. Unë jam Nazmi Maxhari, udhëhec në paviljonin D. A na tregon detaje më shumë këtë paviljon, çka punohet sot burgosën janë, çfarë trajtimi i bëhet ty në të burgosërve? Ky paviljon është një paviljon me nevoja të veçanta për kategoritë të burgosëve. Vendosja e të këtyre të burgosëve në këtë paviljon bëhet nga ana e panelit multidisiplinar të cilët morrin pjesë dhe rekomandojnë, disa drejtori aprovon dhe vijnë këtu vendosen. Aktualisht kemi numrin 49 të burgosën. Aktualisht gjenden, një kemi një vikend. Këtu të gjithë të burgosit që janë të trajtuar në mënyrë të barabartë, në mënyrë të dinjitetshme, i kanë gjitha kushtet sikur të paviljoneve tjera, po aktualisht këtu është një përparësi e cila është që kanë edhe stafin shëndetësor që i përkujdesen për ta 24 orë. Pra të burgosërit me nevoja të veçanta në mënyrë që as mos t'i shkelen atyre të drejtave duke qëndruar në burgje atje, po as të burgosërve tjerë, ata trajtohen këtu në mënyrë të veçantë dhe secili duke pas parasysh çfarë nevoja ka edhe merr trajtimin e veçantë. Merr trajtimin pas nevojave psikologjike që ka pengesa fizike apo që ka pengesa që paneli multidisiplinar që na rekomandon neve. Rregull, a vazhdojmë brenda? Po. Faleminderit. Është kontroll rutinore për të burgosurit, kështu që burgosuri na tregon ankesa ka apo s'ka. Ankesat i kam me tension domethënë të lartë gjithmonë. Po. Nganjëherë edhe natën kur ka nevojë do të më thirr mjekt. Kam me dhimbje këtu. Shërbimin e ki këtu Po. non stop, mjeki, Po. infermier t'i ki. Po. Tash ta matin tensionin edhe as për ta që infermier t'a mat. Se na si pas nevoje, kur kena nevoje edhe që kardiologi, do me thoni kemi konsultant. Tash tensioni mirë, ama që të t'ja shkjo puc, ama që të t'ja shkjo qëto. Shumë mirë ki këto saturimin, pulsin, shumë mirë. Duhana po pinë? Ja. Shumë mirë, se të ndore edhe mirë, këto është bëshirë. Terapin e ki e posedon të kardiologit e ki. Tash për tash mirë je, do me thonë s'kemi nevoj njëre për kardiolog. Në rast të që e shohim, atëre shkon edhe të kardiologi, se konsultanti e din që i kemi, ki nevoj. Me dha me këto mirë je. Okej. Përshëndetje, po bisedoni me Krishnik Kalitonin, burgosën, i cili gjendem në paviljonin D. Është një paviljon për nevojat veçanta që kemi probleme shëndetësore. Realisht jemi në dy krah, është krahu organik edhe krahu psikiatrik me kësi. Për momentin jemi impocuar nga kompania Maja Holding. Është një kompani private, tash e ka marrë tendencën se përpara kemi qenë formë ndryshme për furnizim me kantinë të burgosënit. Tani kemi arrit me një formë tjetër, model i ri, kemi përësin online, gjithë burgosënit. Dhe më thonë, na kanë mundësu zgjedhjet ndryshme, artikujt ndryshëm, na kanë lehtësu shumë, për shkak se kemi pas shumë mungesa në artikuj, faktikisht kemi pas edhe një mall, një platformë na u ka hek, kemi pemë, kemi perimet ndryshme, kemi pijet ndryshme, edhe
është bo shumë ma letë, shumë ma mirë, është sistemi online, përësi bo në online, burgosërit shkon në njërë shumë të letë, në shambull kemi këtu gjonat ushqimore, kozmetike, pajisje shqipijake, higjenat ndryshme, dhe më thonë gjithë shka është ma mirë, ma letë, çmimet janë tregut, por jem qasi, po keme media, faktikisht jetë njëjtat. Aktualisht jemi në shkollën e cila gjendet brenda hapësirës së burgut të Dubrovës dhe po flasim me përgjegjësin e kësaj hapësire. Po, unë jam Jetën Mehmetaj, udhëheqësi i divizionit për arsim, trajnime profesionale dhe punësim në qendrën korrektuese në Dubrovë. Pra pavi po shohim në hapësinë ku janë sistemuar librat edhe që po shohim në bibliotekë. Po, këtu e kemi, domethënë, bibliotekën e qendrës korrektuese në Dubrovë, ku është i punësuar një i burgosur i cili i furnizon të gjithë të burgosurit që kanë nevojë se kërkojnë tituj të librave. Momentalisht i kemi 1860 tituj librash, ndërsa janë 3600 ekzemplarë. Krahun tjetër është edhe korridori ku janë vendosur edhe klasë ku edhe zhvillohet edhe mësim nëse mund ta çojmë. Po, kjo është paralele ndamë e shkollës teknike të Gurakosit, Mithat Frashi, këtu thirrët Rudina, dhe zhvillohet mësimi në shkollën e mesme teknike në 2 module. Dhe i kemi për momentin 3 klasë dhe si vjetë në përgatitje për vitin e parë të klasës së re, të thotë. Kemi klasë të rënditura këtu dhe e marrin mësimin, domethënë. Sigur se fëmijët ose të rriturit që vazhdojnë shkollimin në shkolla normale. Po, patjetër, është do të thotë shkollë civile. Para se me dalë ajo dhoma që e ka atë titullin atje Skype, po flasim edhe për disa programe që i përmendët më herët. Po, në kuadër të trajnime profesionale, do të thotë i kemi 4 module ose 4 trajnime. Ato zhvillohen në 2 punëtoritë që i kemi këtu në qendrën korrektuese në Dubrovë. Zhvillohen, domethënë, metalpunues, hidroinstalues, murator dhe zrugtar. Këto janë module të përgatitura dhe të mbikëqyrura dhe të certifikuara nga qendra për trajnime profesionale në PEI. Ndërsa ne i sigurojmë të burgosurit të cilët dojnë të kryejnë trajnime, të marrin një profesion gjatë qëndrimit të tyre këtu, apo të bëjnë një profesion të dytë dhe qendra për trajnime profesionale në PEI i certifikojnë. Pra për ata që e shohin këtë intervistë, të burgosën gjatë kohës që vujnë dënimin, i ndjekin zanatet, e marrin diplomën, edhe këtë diplomë njihet edhe në Kosovë dhe jashtë Kosovës, edhe askon nuk figuron që ka kryer trajnimin gjatë vujtjes dënimit në mënyrë që të mos ketë nëse mund të themi një farë lloj diskriminimi ose dallimi, ose me qenë çasa ju e duhur ndoshta prej punëtorëve. Ësakt, këto në shohën, domethënë këto certifikata janë nga qendra për trajnime profesionale në PEI. A shkojmë te pjesa tjetër atje ku janë vendosur edhe kompjuterët edhe ku kryejnë edhe trajnime të ndryshme. Është kjo dhoma këtu. Tash jemi në një hapësirë tjetër të shkollës. Këtu e kemi një hapësirë të pajisur me internet, të cilën e shfrytëzojnë të burgosurit, të cilët nuk kanë vizita familjare për arsye të ndryshme, apo të burgosurit të cilët janë shtetas të huaj. Dhe në pamundësi të vizitave, realizojnë vizitat përmes Skype-it me anëtarët e familjeve të tyre. Kompjuterat a përdoren edhe për diçka tjetër për komunikim me Skype? Momentalisht këta kompjuter vetëm për Skype përdoren, sepse këtu ka çdo ditë, domethënë burgosur që komunikojnë me familjet e tyre përmes Skype-it dhe do të thotë vetëm për këtë qëllim. Rregull, faleminderit. Diçka tjetër? Jo, janë shumë të kënaqur, kjo është një mundësi shumë e mirë. Kjo ka hyrë si program, do të thotë në përburgje gjatë pandemisë. Treguan edhe disa burgosur që kemi intervistuar që ka njerëz që kanë kushtet ekonomike të vështira, apo ka njerëz të cilët nuk i lejohet vizitat edhe vikendet në fakt me shku tek familjar, edhe për shkak kushteve ata nuk mundin vizitu dhe po tregojnë që komunikimi me Skype është shumë i mirë se i shohin paktën me pamjen familjarëve dhe s'kan mall për ta. Ka qenë një program shumë i qëlluar edhe në dobi të burgosurve në lehtësimin e tyre, do të thotë për komunikim me familjet e tyre. Faleminderit shumë se s'ka diçka tjetër. Momentalisht për këtë pjesë jo, tash kemi edhe disa hapësira që mbohen trajnime të tjera, do të thotë nga punonjës social, për shkaqësi sociale e tjera. Aktualisht jemi në hyrje të sallës së trajnimeve. Edhe po flasim me njërin prej përgjegjësit ose organizatorit e trajnimeve këtu. Po, unë jam Labinot Myrtaj, zyrtar për zbatimin e programeve rehabilituese në qendrën korrektuese Dubrovë. Sot jemi duke zhvilluar një takim për menaxhim të zemërimit me cilat tema, domethënë,
i aftësojmë të burgosërit qysh më ballafaqu jetën e tyre të përditshme, qysh më menaxhu impulset e tyre, do të thotë edhe qysh më shmang situata konfliktuoze. Ky është një program që këta të burgosën, domethënë, i përgatit për jetën e tyre se mrena që e kanë këtu. Brenda burgut, po ashtu edhe në jetën pas përfundimit dënimit, përkatësisht në liri. Sa zgjat ky trajnim? Trajnimi zgjat 10 sesione gjithsej, duke përfshi hyrjen dhe rregullat që ka programi, domethënë pas kësaj vazhdohet me 10 sesione, mbahet 2 herë në javë, edhe zakonisht i përfshim 10 deri në 14 pjesëmarrës të dënuar që e vijojnë këtë trajnim, ku në fund të trajnimit edhe certifikohen që kanë përfunduar me sukses, domethënë programin rehabilitues. Për fund përpas këtij trajnimi organizohen edhe trajnime të tjera. Përveç menaxhimit të zemërimit, është aktualisht duke u zhvilluar edhe një program tjetër i cili quhet shkallësitë sociale. Po ashtu zhvillohet programi që i trajton kryerësit të dhunës në familje, i cili para muajin e kaluar veç ka përfunduar si program. Mirë, po janë edhe disa programe tjera individuale, sepse menaxhimi i zemërimit, shkallësitë sociale janë programe që bëhen si terapi grupore. Mirë, po ato programe individuale janë tjera që është biseda për ndryshim edhe intervista motivuese, cilën zakonisht e mbajnë zyrtarët social. Ndërsa janë në hartim ose në pilot projekt edhe 2 programe të reja të cilat pritet që mu implementuar të ardhmen. Njëra është vendimarrja sociale, e cila i përgatit dënum që para, domethënë për pas lirimit ju nevojitet si me bëni kërkesë, si me apliku për një vend pune, kështu që i pajis me ato aftësi, edhe një tjetër që mendojmë që shumë i domosdoshëm është me i trajtu kryerësit e këta persona që janë narkomanë, domethënë përdorues substanca narkotike. Jemi në njërin prej objekteve më të rëndësishme në burgun e Dubrovës. Poshtë ishte dhoma e kontrollit. Unë jam përgjithësisht prezentura, i sërëshon në dhësë për siguri, i qanë në grupë të Dubrovë. Faleminderit për kohën dhe mundësinë, provali po shumë pomje të ndoshta çdo cepit burgun e Dubrovës. Kjo është dhoma monitruese. Dhoma monitruese. Është objekti më i rëndësishëm në qanë në grupë të Dubrovë. Pasi përbëhet edhe dhoma sigurisë është poshtë, dhoma kontrollit dhe dhoma monitruese. Çfarë po shohim se katëror vërguar në kamerë të sigurisë në gjithë objektin? Çfarë po shohim të prej atij monitorit? Hyrja, porta e fillimit procedurë hyrje stafit, pavionet e reja, porta e re, gjithë objektet që kemi vizituar brenda, domethënë monitorohen 24 orë. Edhe perimetri jashtë, edhe perimetri jashtë për i brendshëm. Po brenda pavioneve cilat janë hapësirat që keni çose me kamera. Brenda pavionit, krejt sallat e rekreacionit, sallat e ushqimit, korridorët, domethënë veç pjesa ku është e paraport të ketë privatësi, privatësi, ai është pjesë të banjës përbashkëta, veçsi nuk po kamera monitoruese. Pjesa qelive? Pjesa qelive, a lejohet me pas pa me kamera? Kemi disa qeli që monitorohen nëse po dhe shtohet me kamera. A janë ato të rekomanduar nga psikiatri që të dëshmuar. Për shkak të sigurisë. Nëse burguesit këtë shohin diçka të dyshemt, pa ma parasysh. Me automatizëm dhe mbrojnë edhe zyrtarët sigurisë në njëri të rregullit. Sa është që kjo farë kozgjotja e raportimit të intervenimit tyre? Nuk kozgjot 1 minutë. Në 1 minutë i 2 çdo cep Dubrovës. Po është si e dënuese çdo ku atë për mu vazhdu. Sa më ndihmon që kjo me menaxhu gjithë këtë hapësi, në qenë se fizikisht është vështirë edhe me kohë me qenë prezent gjithë. Po kjo monitorohet 24 orë, vazhdimisht truhet zyrtar këtu, edhe çdo moment, çdo kohë, domethënë monitorohet çdo sa nga ana projekti dhe jashtë projektit. Edhe kjo mundson që përpas pranisë fizike me qenë i pranishëm çdo cep. Çdo cep. Kemi po edhe kullat vojtuese, po. Një ku kemi kamera autobuse, 360 shkallë të vëlluar edhe statike. Domethënë çdo cep është një monitorim me kamerë sigurisë.
Jo sëllën pjesërisht vetëm një pjesë të burgut të Dubrovës. 10 hektar hapësirë në cilën po e vuajnë dënimin qindra të burgosur në Republikën e Kosovës. Nga Porta Zero në secilin detaj të burgut të Dubrovës e patët rastin të ndihni në detaje pamjen se si monitorohet dhe si menaxhohet ky burg. Aktualisht jemi në qendrën korrektuese për të mitur në Lipjan. Në këtë qendër e vuajnë dënimin të miturit, të cilët veprën penale kanë mundur ta kryejnë nga mosha 14 deri në moshën 18 vjeçare. Megjithatë, ka persona të cilët ndoshta janë mbi moshën 18 vjeçare. Mosha maksimale e personave të cilët e vuajnë dënimin në këtë qendër korrektuese është 23 vjeçare. Aktualisht në këtë burg janë rreth 50 të mitur, ndërkaq kapaciteti i tyre është mbi 200. Tash do të nënshtrohemi kontrolleve në pikën hyrëse dhe do të vazhdojmë të sjellim detaje dhe pamje nga çdo cep i kësaj hapësire. Përshëndetje. Përshëndetje, moj. Si jeni? Çak i përshkane është të shkane, këto tjera të lënë këtu. I pa cilat janë procedurat e kontrollës në qendrën korrektuese për të mitur në Lipjan për gjithë vizitorët, po sigurisht kjo vlen edhe për oficerët, stafin, punonjësit këtu, po përfshir edhe drejtorin e këtij burgu. Aktualisht jemi në pjesën qendrore ku po na pret drejtori Ismet Fekaj. Përshëndetje, mirë se u gjatëm. Faleminderit për pyetjen. Faleminderit për juve, për kohën që gjithë. Faleminderit që tash jemi në pjesën, nëse mund ta cilësojmë qendrore ose kryesore të qendrës korrektuese në Lipjan. Apo na shpjegon me renditje cilat për çka shërbejnë këto objekte dhe cilat janë këto? Po, fillimisht shfrytëzojmë të falenderojmë juve si televizion. Këto janë disa prej pavioneve që janë brenda qendrës korrektuese për të mitur në Lipjan, e cilat përbohen nga pavioni siç po e pa pe procedurat mbastisjes së kontrollit secili zyrtar. Pjesa e hyrjes. Pavioni C, që është dhoma kontrollit, është centra vizita për gjithë të mitrut. Pastaj kemi pavionin B, që kemi në renovim. E kemi pavionin A, që ka një kategori të mitur me mos edukuese, që është shumë shkurt, sepse ne jemi duke planifikuar me në këtyre dedhet të shkurta, gjitha të burgose që janë me mos edukuese, te kalojmë në tipin e hapur në qendrën edukuese korrektuese për të mitur. Apo na shpjegon çka është kjo mosa edukuese që më kuptu ata që e shohin këtë intervistë. Çka nuk kupton ndëshkimi, çysh zbatohet? Zakonisht në qendrën korrektuese për të mitur në Lipjan janë të gjitha kategoritë të miturve që mbohen nga gjithë niveli i Republikës së Kosovës, gjitha regionet të Kosovës. Dhe kemi të burgosur që janë të paraburgosur, të mitur të paraburgosur, të mitur që janë të ndëshkuar me dënim, që është deri në 10 vite, dhe të mitur që kanë nga gjykata kanë shqiptuar me mosën edukuese korrektuese që kanë ardhur për shkak të veprave që gjykata kanë parapo se ti ndëshkoj me këtë mos. Të mos edukative, regjimin nëse mund me cilësu është pak më i butë. Është regjimi shumë më i butë. Është ai objekti në krahun e djathtë. Është këto një numër shumë i vogël, por pjesa dërmuese është në qendrën edukuese korrektuese për të mitur në Lipjan, po me natyre ç'është është dita aty në përdallim këtyne me mos edukative dhe aty që janë me burg normal efektiv. Po realisht fillimisht ndajani që t'ju prezantoj ju veç e pa dhe jeni vetë dëshmitar të asaj se qendra korrektuese edukuese nuk përmban shumë siguri fizike. Për faktin se ju po shihni që nuk kemi mure të gjata, tela gjembore e të tjera. Gjatë kohës që flasim, kamermani mund të më na sjellë edhe pamje të objektit djathtë për cilën po flasim tash. Patjetër. Por këtu me shumë jemi të fokusuar dhe jemi jashtë zakonisht angazhuar dhe tepër të përkushtuar se të gjithë të mitut të trajtojmë përmes programeve të ndryshme, përmes shkollimit, përmes programeve rehabilituese, programeve trajnuese, shkollimit, aftësimit profesional, punësimit dhe programe edukative sportive. Në anën e djathtë lam 3 objekte në fakt. Tash e kemi objektin e pavionit O, që janë të paraburgosit, e kemi. Çka është ky pavioni O? Ky është pavion ku janë duke qëndruar të mitët të paraburgosur. Domethënë derisa të për të cilët pritet një proces i përfundimit. Nëse ka gjyqësor edhe pastaj kurdo që ka vendim gjykatës, vazhdojnë në për objektet e tjera, varësisht se çfarë shqiptimi do merr nga gjykata.
Pas kësaj pjese aktualisht ku po ecim para, çfarë objekte tjera ka? Kemi pasaj objektin tjetër që është pavioni D, që janë të mitrët që kanë të shqiptuar, që janë të dënuar, i cili është 2 kate dhe kjo, për këtë që po flasim. Për këto që po flasim. Pasaj e kemi atje kuzhinën, e kemi pavionin I, që nuk e kemi në funksion, sepse kemi kapacitet mjaftueshëm, por ne punojmë dhe punojmë jashtëzakonisht shumë që këto kapacitete mos i përmbushim. Dhe secili mitër që këtu vjen, mos na kthehet si recidivist, por përmes programeve tona, përmes shkollimit, përmes aftësimeve profesionale, programe rehabilituese, që këta të mitër të reedukohen dhe është një potencial i jashtëzakonshëm që këta të mitër të kthehen të dobishëm në rrallë parë për veten e tyre, për familjen dhe për shoqërinë. Aktualisht po bie nëse zgaboj sipas matematikës rreth 1/4 e hapësinës është e shfrytzuar. Mbas numrit të burgosëve ose të paraburgosëve. Edhe më pak se 1/4. Edhe më pak se 1/4. Ka pas një periudhë që ka qenë kështu kogja mbushën hapësina? Po, ka pas periudhat viteve më hershme që këto pavione kanë qenë të stërmbushura, mirë po fatbarësisht kohëve apo viteve të fundit kemi rame të numrit të mitur dhe ne për këtë jemi jashtëzakonisht të angazhuar dhe punojmë shumë që këta të mitur sa ma pak të vinë në qendra korrektuese apo qendra edukuese për të mitur. Aktualisht në kohën që po flasim po e shohim atje një të mitur, fytyra e cilit besoj që nuk i dallohet me kamerë sepse është shumë larg, po e shohim që po punon. Po, realisht, unë vetëm e potenciova disa prej programeve që ne i ofrojmë, për dallim prej aspektit sigurisë, thamë edhe më herë se siguria për shembull ne kupton siguria fizike, siguria procedurale, siguria dinamike. Sa për këtë sigurisë fizike, muret të larta, tela zëmbuar jo vetëm po e vrejnë vetë, sepse nuk kemi nivelet e tilla të sigurisë, por elementet e sigurisë tjera procedurale, dinamike, jemi jashtëzakonisht të angazhuar shumë përkushtuar. Me këto programe, ndërsa me këto programe rehabilituese, ne përpiqem që këta të burgosur apo këta fëmijë, këta të mitur që kanë rënë konflikt me ligjin, që sa më shumë të ofrojnë programe dhe që këto programe po ndikojnë pozitivisht në jetën e tyre dhe deri në jetën postpenale. Aktualisht jemi në një prej klasave të shkollës këtu, ku më mbajt nëse mund ta asociojë një orë mësimi ose trajnim ose çfarë që është. Aktualisht jemi në kabinetin e teknologjisë informative, ku është duke, siç po shihni, është duke mbajtur trajnimi për trajnerët i cili është i trajnuar dhe i certifikuar, dhe këtu mbohet trajnimi i teknologjisë informative, ku ju po e vreni se kemi kompjuter, kemi një tabelë që ndoshta edhe pak kush e ka, fal donacione që kemi pas dhe mbështetje prej partnerëve tonë strategjik, dhe këto trajnime vjen të cekët se secili i mitur këtu që vjen trajnimin përfundon me sukses, pajisjet me certifikat valide. Tash kemi ndru hapësinën prej pjesës ku ishim, kemi dalë me një objekt tjetër e kaluam edhe rrugën këtu. Po, në faktikisht në momentin ne ku ndodhemi në këtë moment jemi në qendrën edukuese korrektuese për të mitën Lipjan, i cili është për gjithë mitët që kanë të shqiptuar mosën edukuese. Cili është dallimi i qëndrimit trajtimit këtu me pjesën ku ishim më herët? Këtu për nga dallimi ju po shihni se është institucioni tipit të hapën dhe mosat e sigurisë janë tepër minimale, sepse këtu vetë mitët organizohen dhe përgatiten për liri. Unë jam Flaka Emiri Qtoko, jam zyrtar punë sociale në qendrën edukuese korrektuese në Lipjan. Folëm marrët për çështjen e trajtimit social për programet rehabilituese. A mund të më na fol shkurt pasi që jeni trajner ose udhëheqëse e këtyre programeve? Patjetër që po, këto në qendrën edukuese korrektuese në Lipjan ofrohen trajnimet rehabilituese, si trajnimi i TOPS-it, i cili përmban vendimmarrjen sociale, shkatësitë sociale, agjimin e zemrimit dhe ndihmën e ndërsjellë, ku është terapi grupore që ofrohet, zgjat dikon rreth 3 muaj e gjysmë, ata të miturit cilët marrin këtë trajnim përfitojnë shkatësi të jashtëzakonshme për menaxhimin aktualisht brenda institucionit korrektues, mirë po edhe përgatitjen për liri, sigurisht që kemi edhe programe individuale që kemi bisedën për ndryshim, është një program i cili përgatit miturit në aspektin e personalitetit dhe tërhiqje nga veset jo të mira. Përshëndetje, jam Basri Regjepi, jam instruktor i qendrës edukative korrektuese. Njerë jam edhe menaxher Rosit, sot e kemi trajnimin bazik për shpëtimin e jetës, do më thonë kjo është pjesa ku të miturit kanë deri që tash do më thonë janë aftësu për këtë program, cilën pak a shumë do t'ja shpjegojmë edhe keni me po edhe mënyrën praktike
se qyshta e praktikojnë të mëtonë edhe qyshta përgatiten për me shpëtu një jetë të njerëzit. Mirë, zotëria e mirë. Qyre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kapsuar as kardiak, dhe më rendimin e pore dhe nga një aparato e di. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Do not touch the patient. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Ashtu analizu zemër. Do not touch the patient. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Shock advised. Unë supozon për shok. Stand clear. Press the red shock button. Shock delivered. Shoku ka shku. Begin CPR. Push hard and fast in the center of the chest. Po thot me vazhdu në rëkëpë. Ja. Aktualisht jemi në një prej kabineteve. Po, saksisht jemi në kabinetën e printimit dizajn në dru, grafik në dru, ku folim mbështetjes se kemi nga UNICEF dhe Bashkimi Evropian. Ne arrim këtu që t'i trajnojmë të mitët në këtë kabinet. Pra kjo është kjo pajisja që i stampon ose i gryn ose çdo që e çojmë këtë pjesën e drurit, çfarë do porosie që e merr kjo komande e çet aty shkrim ose forma ndryshme. Saksisht çfarë do të komande që ne do të punojmë në dru, është kjo pajisje që është donacion nga UNICEF-i. Unë gjendëm në qendër edukuese prej 4 muajsh. Unë në këtë trajnimin e rrobaqepsisë kom fillu dikon prej 1-2-3 javë. Jam mirë e kom po vetën, kom pëlqen si aktivitet. Po ashtu na kena mundësia kurset ndryshme që i kom kryer, disa aftësime tjera. Në përgjithësi mirë, po e kalojmë kohën mirë, kena mundësi për aftësimet ndryshme. Po pse jo, nëse për shembull tarmë më na vyt, mojna më shfrytzu për shembull për këto shka i fitojnë beneficiume. A dhe pse tu e pos parasysh se tash është një biznes i pagushëm, ashtu besoj që mojna me gjetë veten edhe të ardhmen edhe pse jo. Unë gjendëm që 4 muaj në qendrën korrektuese në Lipjan. Profesionin e berberit nuk e kam ditë më përpara, e kam mësu këtu. Është një profesion shumë i mirë ku kena edhe kushtet mira edhe të mjaftueshme për me mësu këtë profesion, ku po ashtu këtu më me mësu edhe me morë një zanot që na shërben shumë për të ardhmen, ku menoj që kur dalë njeri me vazhdu ose me qelë edhe një biznes temin, që me vazhdu edhe matena edhe për jetë. Unë jam Neser Fazliu, mbikëqyrës i lartë për sigurinë operativ. Jam domethënë këtu mentor i kësaj punëtorie, printim dhe dizajn në kabinetin të cilin gjendemi tash. Në këtë kabinet posedojmë disa pajisje, siç janë pegla, për printim, dizajn, këto logot e tjera, pajisjen për gota, me 5 gota kemi, pajisje tjera kemi me 1 gotë, pajisjen për pjata, kapela, e njëjta është edhe pegëll për majica, vetëm se është ndonjë. Tash për momentin, mujna me demonstru një printim nga të mitërit që të kanë kryer këtë trajnim. Dhe ta shohen pra. Po e vendos letrën printer. I mitërit tjetër vesh po e rregullon logon. Kjo është printu dhe me thonë në mirar, në onën e kondërt, së për në pasqyre. Po she? Që ku ta vendosëm këtu dhe në onë delmor pastaj. E vendosëm flamurin. Tash kjo i dhënë 115 sekunda për më printu në flamur. Kjo që është e përgatit temperaturë dhe sekundat, dhe kur të përfëndojnë kjo është alarmon. Alarmoj. Edhe kjo është printim.
zanate të ndryshme, shkolla profesionale, trajnime profesionale, trajnime rehabilituese, edukim dhe trajtim nga shërbysit social. Të rinjtë e Kosovës të cilët bëjnë gabime dhe janë të ndëshkuar për vepra të ndryshme penale. Në qendrën korrektuese në Lipjan e kanë edhe një mundësi. E kanë mundësinë që ta përfundojnë dënimin ose ndëshkimin që e kanë marrë dhe të shfrytëzojnë mësimet që kanë marrë nga këtu në mënyrë që kur të dalin në liri të jenë të dobishëm edhe për familjen edhe shoqërinë e tyre. Ata kanë mundësinë që të mos e përsërisin gabimin e njëjtë dhe që të mos kthehen prapa grillave. Zgjidhja është e tyre sigurisht.